Pse jo çdo kush mund të thotë La ilahe illallah para vdekjes? Ka një moment që çdo njeri do ta donte. Momentin e fundit të jetës, kur buzët lëvizin për herë të fundit, kur frymarrja është gati të ndalet, të shqiptosh La ilahe illallah. Nuk ka zot tjetër veç Allahut. Profeti alayhis salam tha: ai që fjala e tij e fundit është La ilahe illallah, do të hyjë në xhennet. Por ka diçka që shumë njerëz nuk e dinë. Jo çdo kush mund ta thotë. Jo çdo kush arrin ta shqiptojë. Dhe pyetja që ndal zemrën: pse? E vërteta e dhimbshme, kur gjuha ngurtësohet, mjekët e dinë. Ka njerëz që në momentet e fundit hyjnë në gjendje të çuditshme. Flasin, bërtasin, thërrasin emra, por jo emrin e Allahut. Transmetohet se disa nga sahabët qëndronin pranë të vdekurve dhe i nxitnin: thuaj La ilahe illallah. Disa e thoshin dhe buzëqeshnin, disa mundoheshin, por goja nuk hapej dot. Dhe dietarët pyetën: pse? Allahu i Madhërisëm ka shpjeguar me qartësi absolute. Dhe nuk është për shpirtrat që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, veçse i thuhet: hyni në xhenet ju dhe bashkëshortët tuaj do të gëzoheni. Surja Zuhruf 70. Por për ata që refuzuan, Allahu thot: dhe kush është më i padrejtë se ai që i është kujtuar me ajetet e Zotit të tij, dhe ai u largua prej tyre dhe harroi çfarë kanë bërë duart e tij. Vërtet ne kemi vënë mbi zemrat e tyre mbulesë që të mos e kuptojnë, dhe në veshët e tyre shurdhim. Surja Kehf 57. Allahu vendos mbulesë mbi zemrën e atij që gjatë gjithë jetës refuzoi, largoi, ktheu shpinën. Dhe kur vjen momenti i fundit, mbulesa është aq e trash sa as fjala e fundit nuk depërton. Allahu thot gjithashtu: dhe kur e shohin dënimin, thon: a ka ndonjë rrugë kthimi? Dhe do t'i shohësh ata duke u ekspozuar ndaj tij, të poshtruar nga nënçmimi, duke parë me vështrim të fshehtë. Dhe ata që besuan do të thonë: vërtet të humburit janë ata që humbën veten dhe familjet e tyre në ditën e gjykimit. Surja Eshura 44-45. Profeti alayhis salam nuk e la këtë çështje pa paralajmërim. Tha: veprat varen nga përfundimet e tyre. Përfundimet, jo fillimi, jo mesi, fundi. Dhe tha gjithashtu: njeriu mund të veprojë me veprat e banorëve të xhenetit derisa mes tij dhe xhenetit të mbetet vetëm një kubit dhe libri i paraprin. Dhe ai vepron me veprat e banorëve të zjarrit dhe hyn në të. Njeri gjithë jetën në rrugë të mirë dhe fundi i tij i keq. Kjo nuk është padrejtësia e Allahut. Kjo është pasojë e zgjedhjes së tij. Profeti alayhis salam tha: vërtet, kur robi bën një mëkat, në zemrën e tij pikohet një pikë e zezë. Nëse ai largohet nga mëkati, kërkon falje dhe pendohet, zemra e tij pastrohet. Por nëse ai rikthehet mëkatit, pika e zezë shtohet derisa t'i mbulojë të gjithë zemrën. Allahu e konfirmon këtë. Jo, por çfarë kanë fituar zemrat e tyre, kanë ndryshkur mbi to. Surja El Mutafifin 14. Ndryshku i zemrës. Mëkat pas mëkati, largim pas largimi, refuzim pas refuzimi, derisa zemra nuk e njeh më dritën. Ibn Kaim Al-Xhevizi ka shkruar: gjuha shqipton vetëm atë që zemra mban. Njeriu që gjithë jetën mbushit zemrën me dashuri për dynjan, me largim nga Allahu, me mëkate të papenduara, kur vjen momenti i fundit, zemra e tij nuk ka La ilahe illallah. Ka atë që ka mbjellë gjithë jetën, dhe gjuha thot: atë që zemra mban. Shej Ibn Uthejmini ka thënë: shahadeti i fundit nuk është fat, është fryt. Fryti i jetës së tërë. Ai që jetoi me La ilahe illallah do të vdes me La ilahe illallah. Ai që jetoi larg saj, zemra e tij e ka harruar atë fjalë. Profeti alayhis salam tregoi shenja të fundit të mira. Kushdo që fjalën e fundit në këtë botë e ka La ilahe illallah, nuk ka zot tjetër me të drejtë që meriton adhurim përveç Allahut, do të hyjë në xhennet. Kush vdes duke agjëruar, do të hyjë në xhennet. Dy sy nuk do t'i prek zjarri i xhehenemit. Syrin që ka qarë nga frika e Allahut dhe syrin që ka qëndruar zgjuar duke bërë roje në rrugën e Allahut. Por profeti alayhis salam tregoi edhe shenjat të fundit të këqija, dhe njëra prej tyre është rrënqetëse. Ka njerëz që punojnë gjithë jetën me veprat e banorëve të xhennetit, sipas asaj që njerëzit shohin.
por fundi i tyre është zjarri. Dietarët thonë, niyeti dhe zemra. Njeriu që vepron për sytë e njerëzve, jo për Allahun, kur vjen momenti final, zemra zbulohet. Allahu thot, beduinët thënë, besuam, thuaj, nuk keni besuar, por thuani, u dorëzuam, sepse besimi nuk ka hyrë ende në zemrat tuaja. Surja El Hujurat 14. Shahadeti në zemër është ndryshe nga shahadeti në gjuhë. La ilaha illallah nuk është vetëm fjalë e fundit, është mënyrë jetese. Njeriu që jeton me la ilaha illallah, që e vendos Allahun para çdo gjëje, që kthehet pas çdo gabimi, që e mban zemrën të gjallë me dhikër, ai njeri, kur të vi momenti i fundit, gjuha do të lëvizë lehtë, sepse do të thotë atë që zemra ka mbajtur gjithë jetën, dhe njeriu që jeton larg, që i jep prioritet çdo gjëje tjetër, që shty, ai njeri rrezikon se në momentin e fundit zemra e tij nuk di çfarë të thotë. Allahu thot, o ju që keni besuar, friksojuni Allahut me frikën e duhur dhe mos vdisni vetëse duke qenë musliman. Surja Ali Imran 102. Mos vdisni vetëse duke qenë musliman. Ky urdhër nuk arrihet vetëm në momentin e vdekjes, arrihet duke jetuar çdo ditë si musliman. Sot, para se të flesh thuaj, nuk ka zot tjetër me të drejtë që meriton adhurimin, përveç Allahut, i vetëm dhe i pashoq. Ati i takon sundimi dhe ati i takon falënderimi, lavdërimi. Ai është i fuqishëm për çdo gjë dhe lutu, o Allah, bëje fjalën time të fundit, la ilaha illallah, sepse ai që lutet çdo ditë për fund të mirë, Allahu nuk e lë pa fund të mirë. Ai që fjala e tij e fundit është la ilaha illallah, do të hyjë në xhennet.